mbritur kolegu im Ardit Zeneli, i editori i Netit, syri.net, Didi, kam një pyetje për ty. Për tej amëndësimit, ma lexo pak nga pikpamja editoriale procesin e rënjes së kryeministrit. Ramadi, kënaqësi e veçantë këtë sërish tek ju. Tani situata e fundit, dosja Balluku që ka tronditur jo vetëm themelet e qeverisë, por edhe të opinionit publik, duhet parë pak edhe më larg, pak më përpara për të arritur te kjo pjesë, duke referuar edhe figurave tjera të Partisë Socialiste apo kolegëve të Edi Ramës që ai ka promovuar gjatë gjithë kohës, duke marrë edhe që nga fillimi, nga Sajmir Tahiri, nga ministri i brendshëm më i suksesshëm i Edi Ramës, duke vazhduar dhe me Ilir Beqën, apo duke vazhduar dhe me Lefter Kokën, apo duke ardhur edhe tek Erjon Veliaj, shikojmë që në këtë rastin e dosjes Balluku, Edi Rama nuk ka vepruar historisht. Po ta shikosh, të gjitha personazhet e tjerë ka pas një linjë veprimi, ka qenë i qetë, i ka dhënë kohë, i ka marrë mbrojtje, i ka dhënë mundësinë që si duket pastrohet pjesët ku ai ka qenë i përfshirë, edhe në fund ata kanë bërë ujdin pazarin që kanë vazhduar, kanë bërë burgun. Këtë rastin e zonjës Balluku, dosja Balluku... Dhe më falë, qëndroj vetëm një sekond këtu. Kur thua ti kanë bërë pazarin, sipas mendimit tënd, pazari është bërë që çfarë të ruhet? Këta të ruajnë pasurinë, sepse s'kemi parë asnjë nga këta figura që janë dënuar nga figurat e Partisë Socialiste, kolegët edhe bashkëpunëtorët më të afërt zotit Rama, nuk kemi dëgjuar akoma që të jetë sekuestruar dikujt pasurie. Ato legët që këta akuzohen dhe që dyshohet të flasin në aspektin e fakteve, nuk janë gjetur, nuk dihet ku janë. Nuk kanë pas asnjëherë një adresë, apo të kenë pas një sekuestrim nga ana e institucioneve shtetërore apo drejtësisë që ne presin. Prandaj, domethënë ata kanë bërë pazarin, nuk dinë që kanë pranuar lekët, edhe po mbajnë burgun, si duket fund për ata, pavarësisht në aspektin e Shqipërisë apo si kanë ndikuar tek shqiptarët. Rasti Balluku është shumë i veçantë, edhe në aspektin do ta quhet një catch-22, është një shprehje angleze që tregon që ti lëvizjet e tua që ti mund të bësh opsionale nuk të japin asnjëherë zgjidhje, nuk të ofrojnë të zgjidhjes, por gjithmonë të zhysin më thellë dhe të mbajnë tek ai rrethi vicioz që ti në fund fare të ekspozojnë dobësinë tate dhe nuk mund të marrësh mbrapsht një feedback që të realizuar. Kjo i referohet jo vetëm marrëdhënies midis zëvendës kryeministres dhe kryeministrit, por dhe vendimarrjes përbashkët, një pjesë e nënshkruar me firma, një pjesë e pa nënshkruar me firma. Po, patjetër, te kjo pjesë duhet ditë që ky catch-22 mund ta shohim në tre aspekte, edhe në aspektin juridik, apo edhe në aspektin politik, po edhe në aspektin cinik që Edi Rama ka shumë qejf ta përdorë, ka përdorur shpeshherë në justifikimet e tij. Ta fillojmë te aspekti juridik. Në aspektin juridik kemi parë dosje nga ato pasazhe që kanë dalë në media, kemi parë që akuzat janë shumë të rënda, ka prova, mesazhe deri në momentin që provohen, quhen prova, përderisa prokuroria i ka dorëzuar të thotë që ato mesazhe ekzistojnë, edhe ato tregojnë një lloj degradimi total në aspektin shtetëror apo në aspektin institucional apo në aspektin e hierarkisë shtetërore apo edhe një gjë e tillë, për shembull, ato lloj akuzash që ka Balluku, shumë shpejt janë shumë të mëdha, më duken, për shpallot e një zëvendës kryeministri. Dhe Rama këtë gjë ka kuptuar që këto akuza shumë shpejt do i afrohen edhe atij dhe mund të jenë edhe për atë nesër. Në aspektin politik, catch-22 i Ramës është se ne kemi parë që në diskurim publik, në për panelet televizive, ndryshe nga rasti Veliaj, që edhe atëherë kishte një lloj censure, nuk kishte shumë dhëna, shumë fakte, nuk diskutoi shumë, por në një moment caktuar filloi të plasë situata edhe për Veliajin, edhe të gjithë flisnin, edhe Partia Socialiste flisnin, edhe të tjerët flisnin, edhe analistët që ne pretendojmë se janë të paanshëm flisnin. Po në rastin e Ballukut kemi parë një situatë shumë të bllokuar, që kjo ka krijuar dhe një lloj shqetësimi, nëse duket brenda të tyre, po dhe në aspektin e feedbackut politik që marrin qytetarët. Nuk po shohim asnjëri që të flasi për Ballukun. Nuk ka emisione, nuk ka shumë pak të ditët e fundit mund të shohësh në një emision specifik për rastin e Ballukut. Pra edhe në aspektin politik Rama këtë gjë e ka kuptuar që e ka të humbur, është i bllokuar edhe në aspektin politik.
aspektin cinik, pasaj që e ka me shumë qef, kolegët tanë të emisionit Plug, emisionit investigativ Plug, kanë bërë një punë shumë të mirë, shumë shkëlqyre, kanë gjetur dhëna fantastike për ne, për pjesën e gazetarisë, se ato janë dhëna dramatike për pjesën e shqiptarëve, se po i vjedhen lekët me një dorë, me i tërën, vjedhësh 50 milion euro, janë shifra që ne i flasim të një kështu, për ne shumë pak njerëz mund t'i kemë parë se janë 50 milion euro. Naturisht. Prandaj dhe ne nuk na duket se ne nuk e kemi idenë se sa është, se çfarë ndodh. Edhe flasim këtë gjë. Është blissful ignorance të quhet. Tani në aspektin cinik këtu ka një gjë shumë të bukur nga dosja Plug. Në letrat e tenderit që është bërë tenderi, ekzistojnë edhe dy ura që duhet të ishin të ndërtuara projekti mbas daljes nga njëra anë e tunelit. Edi Rama këtu ka qenë involvuar vetë totalisht duke shkuar, ka bërja 2-3 herë inaugurimin atij tunelit atje, ka bërë reklamimin asaj pune atje, e ka mbrojtur atë punë atje. Edhe në këtë aspekt është i pyetje thjesht për Ramën, ku është ura? Ku është ura? Ku është ura? Pra kjo ura, kemi dëgjuar tani edhe disa gazetarë tjerë që po tregojnë që e kanë parë ata, që kanë ndryshuar procedurat, po që edhe ura është hequr te procedurat e tjera, po fakti që nuk e bëjnë transparente, edhe pse duhet me ja tregu gazetarëve individualisht i lloj fakti të tillë, sepse është akuz shumë e rëndë. Kjo na kujton edhe kinematografinë e vjetër me pyetjen e famshme ç'i bët urës. Ç'i bët urës patjetër, po ne mund ta bëjmë edhe në aspektin që Edi Rama e ka kthy qeverisin e vet gjithë 13 viteve e ka kthy, domethënë ka qeverisë me anë barsaletave, se kemi edhe barsaletat e famshme ne që këtu duhet ishte një urë, tha, po, i kishte dhënë lekët e tjetëri, tha, ma trego, tha, ku është ura, po ja, tha, këtu, po s'ka urë, tha, po, e kishte marrë të shtëpia vetaj, kishte thënë, po, e shikon dhe jemi të shtëpia im, tha, kjo është ura, që tha, mos t'ishte heqë ura, tha, s'do kisha shtëpi. Edhe në këtë rast, mohabeti Ramës në këtë aspekt e shoh që edhe cinizmi ti në këtë rast ka mbaru, është i mbaruar të kjo aspekt. Në qoftë se qeverisja përfundon, pra në qoftë se ka një mbyllje të kësaj qeverisje e të gjatë, e të lodhshme, cilat mund të jenë pasojat? Shiko, çështja tani është se Rama nga veprimet që i ka ndërmarrë duket se po kërkon kohë. E vetmja lëvizje Ramës që është duke bërë në këto momente është për të fituar kohë. Ku e bazohet kjo? Kjo bazohet tek vendimi që nuk ishte ndodhur ndonjëherë që kryeministri, Këshilli i Ministrave të ankimonte gjykatë kushtetuese një vendim të gjykatës të GJKO-s, këtë rast gjykatës speciale, e cila ishte shumë specifike, shumë e qartë e kërkesat, shumë ligjore duke edhe në aspektin e biles u kriju dhe i konkofoni e madhe është apo së është ligjore, cënimi pushtetit. Kur aty ke të bësh me një hajdute, është një hajdute sade, pavarësisht pjesës që ne është shumë e rëndë. Për te të folurës publike apo edhe nuancave që ne i japim, shqetësimi do të duhet të ekzistonte gjithmonë raport me statusin juridik të veprimeve të gjykatave. Po në rastin konkret kam një përshtypje dhe po e bëj pyetje më mirë se pyetja të nderon e të respekton. Kryeministri në këtë kërkesë që ka bërë ndaj gjykatës kushtetuese për ta në një kuptim për të interpretuar. Nuk duket sikur ka hallin e zëvendës kryeministres. Po patjetër, kjo është edhe lëvizja në këtë rast, sepse për çfarë po fiton ai kohë? Ai po fiton kohë edhe në aspektin sepse nuk po di dhe si të reagojë, sepse i gjë e tillë do i shkojë, ai po teston deri ku do i arri ky lak që po i ngushtohet dhe i ka vajt deri te dera e kryeministrisë apo deri te zyra e vet brenda, te zëvendësi vet. Kështu që në këtë aspekt, në çdo lloj lëvizje, në çdo lloj kohe largimi i tij nuk është më një opsion politik. Është e pashmangshme, domethënë nga qeveria që ai ka ndërtuar deri tani. Ky lloj degradimi është i pashmangshëm dhe çdo ditë që kalon i shton kostot dhe jo zgjidhjet e Ramës në këtë lloj situate që në sistemin dhe në zhvillimet politike përgjithsisht është e vështirë të bëhen hamënsime të përcaktuara filxhaneske. Mirë po, ju e ndiqni, sidomos ju editorët e lajmit të përditshëm ose të përorshëm, ju e ndiqni në mënyrë të vazhdueshme gjithë sjelljen
qeverisjes, i fusni element aty ndihmës reagimin e faktorëve amerikan në raport me SPAK-un, por edhe në elementet politike, ose për shembull situatat në raport me ngjarje që duket sikur dalin jashtë kontrollit, situata me zëvendës kryeministrin në këtë rast padyshim, disa të dhëna që i ka dhënë zëvendës kryeministri Ameta, që janë jashtëzakonisht të rëndësishme në formësimin e debatit publik. Dhe bile thuhet që ai ka edhe elemente të tjera që po përgatitet i bëj të njohur tani që po i kërkojnë ekstradimi në Shqipëri. Në këtë sens duket sikur mund të përcaktohet një orë, një datë dhe një muaj në këtë drejtim. Për ju editorët që ndiqni politikën në vend, kur mund të kishte qenë kjo datë, kjo orë? Asnjë nuk të ndodh nëse ty nuk të dele vërtet kjo. Megjithatë, pa të provojmë një herë se ç'të thot ajo, intuit ajo. Ideja është duke marrë parasysh edhe gjitha këto lëvizje që ju referuam dhe pak më herët, për shembull goditja edhe Erion Velies, që u përdor si term goditje, gjitha këto kanë ardhur mbas periudhës Trump, mbas momentit që Trump ka ardhur në shtëpinë e bardhë. Pra, qeveria republikane në SBA, nësa duket e ka izoluar, dhe këtë e kemi parë edhe nëpërmjet elementeve të tjera, ka ardhur duke izoluar Ramën deri aty se nuk po takohet me Rama. Rama nuk po takohet as me të ngarkuarën në punë që është në ambasadën e SBA-s, apo as me të dërguarin tjetër që ishte në një vizitë Fleming, që ishte një vizitë në thonjza sekrete, që nuk u publiku, nuk bujë në asnjë lloj medie. Më vonë nuk kuptua që kishte ardhur, edhe deri televizja e sotme, që ndodhemi sot me dosjen që ka përparu, ka hec, është shtuar. Është në ritmi sa vjen edhe po rritet, edhe Rama këtë gjë me sa duket e ka kuptuar. Qef, ne do kishim ndodhte dje. Jo, unë thash ta shmangnim çështjen e qefit. Thash mos përdorim një mekanizëm analitik. Në mekanizmin analitik ngelet vetëm në vullnetin e Ramës. Rama nëse do jetë aq i pjekur sa ta kuptojë situatën e vet që duhet largohet tani, apo nuk ka më çaj jep Shqipërisë përveç se këtyre skandaleve, që këto skandale kanë sjellë edhe degradim të Partisë Socialiste në vetvete. Mos ta harrojmë këtë gjë. Domethënë Edi Rama ka marrë në qafë përveç pjesën e shtetit, që ka krijuar një parti shtet, ku e ke politizuar administratën në Teskaj, vjen edhe problemi që kur të bjeri Rama, do na bjeri edhe shteti, sepse duke pas gjithë elementet punësuar në shtet, ka i far problemi aty të kjo pjesë. Po edhe pjesa e Partisë Socialiste, Partia Socialiste është jaset kombëtar i këtij shteti, dhe në momentin që ky, me sa duket, do ta marrë me vete në rënime sipër edhe Partinë Socialiste, deri në momentin që këta zërat kritik që kanë ekzistuar deri diku do marrin atë forcën dhe atë spundon që ti dalin për Zot për ta marrë edhe ata në dorë këtë gjë që do lej Rama, që nuk është gjë e mirë faktikisht për asnjërin. Okej. Ardit Zeneli. Faleminderit ty. Mbas pak minutash ne do të flasim pak për atë që po ndodh në sistemin e drejtësisë. Natyrisht që reforma ka krijuar problematika shumë të fortë.